طالب العلم خذ من نظمي الدرر واسمع لنصحي وانقل عني الخبر ما دمت تطلب هذا العلم مجتهدا فاخشع ولا تك كالغاوين مفتخرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. Vllazërit të nderuar, jemi tek libri Zadul Maad i Ibn Qayyimit Al-Jawziyyi rahimahullahu ta'ala. Kemi arritur tek mësimi i fundit. Pastaj kemi renditjen sipas alfabetit të disa zërave mjekësore, më thonë disa gjërave perimeve që dhe efektet e tyre. Sonte është tema udhëzimi i pejgamberit alayhis salam për ruajtjen e shëndetit të syrit. Më thonë, kemi trajtuar më herët parfimin, marrëdhëniet intime, të gjitha, e sonte do të trajtojmë shkurtimisht çështjen e syrit. Pejgamberi alayhis salam urdhëroi për të përdorur ithmidin, antimon, e parfumosur me misk para gjumit, por të ruhet, thot agjëruesi. Më thonë, është i mirë, s'po di ithmit, të që i qesin sikur disa besimtar si zi do këtë këtu apo, edhe të na është bajki problem me qitë. Shumë problem me lysit është problem. Thot, Ibn Abbasi tregon se sa herë që pejgamberi alayhis salam përdorte kuhlin në sy, ai lyente 3 herë syrin e djathtë, duke i nisur me të në fillim dhe duke mbyllur po me të edhe 2 herë syrin e majt, që më bë tek. 3 herë djathtin, 2 herë të majtin, që më bë tek. Ebu Davudi sjell një hadith që tregon se pejgamberi alayhis salam kush përdor kuhl, thot ta përdor atë me një numër tek herësh. Thot, numri i përdorimit në tërësi duhet të jetë tek, do me thonë 3 herë në njërin sy dhe 2 herë të tjetri, ose 3 herë në secilin sy. 3 herë, do me thonë me një aspekt po, i bjerë që 1 herë 3 herë, 1 herë 3 herë. Nëse i përdor me 1 herë, atëherë i përdor 3-2. Do thonë thjesht 5. Si shtot edhe Imam Ahmedi, kuhli e ruan thot shëndetin e syrit, thot e forcon, e qartëson shikimin, shema mirë njeriu. Nëse i lyn, do me thonë, qerpikt, apo këtu syrin nëse i lyn. Pastaj thot heq substancat e dëmshme, ashtu si që jep edhe një heshi të veçantë atij. Po ashtu thot përdorimi i kuhlit para gjumit është mjaft i dobishëm, sepse thot, kur ti para gjumit e qel, e lyn, apo synin, gjatë natës ti nuk lëviz, dhe ndikimi është më i madh, efekti është më i madh. S'ti flan, nuk i qel syt. Ndërsa gjatë ditës ti kur i qet, lëviz syt. Përdesa lëvizjen është më pak efektive. Është efektive, po është më pak efektive se sa kur flan. Po ashtu thot Ibn Majah sjell në Sunenin e tij rrëfimin e Abdullah ibn Omerit se pejgamberi sa ka thënë, përdorni thot ithmidin, antimonin, sepse ai pastron syrin dhe thot zhvillon qerpikët. Pastron syrin edhe qerpikët i zhvillon. Thot po Ibn Majah, po ashtu, se Ibn Abbasi përcjell se pejgamberi sa ka thënë, kuhli më i mirë për ju është ithmidi. Thot sepse ai mprek shikimin dhe ndihmon në rritjen e qerpikëve. Ky është mësimi i fundit, më thonë, në këtë libër, dhe tani jemi në kapitullin e pemë dhe perimeve që çdo gjë që hajmë në apo që e ka kriju Allah subhanahu wa taala, i kemi, dhe më thonë, paka shumë efektet e tyre se çka ndikon. Si pikë e parë thot antimodi, që kjo, dhe më thonë antimoni, që kjo i thmidi që qitet si kuhl, thot është gurizi i kuhlit. Lloji më i mirë i tij gjendet në Asfahan, në Iran. Do të thonë toka është asisoj që gjendet më i miri që ky i thmidi atje, që ky antimoni. Por mund ta gjesh edhe në zonat perëndimore, i thmidi më i mirë është ai që thërmohet shpejt me kokriza të shëndetshme dhe i pastër nga brenda. Për nga natyra është i ftoft edhe i thotë. I thotë edhe i ftoft. Ai është i dobishëm për syrin, si shtam, i ndihmon forcimin e kështu me radhë, çush e trajtua. E dyta, qitroja apo utrugj. Çka është qitroja? Qitroja është në formë të limonit edhe portokallit. S'padia ju ka rënë dorë po. Hë? Si po. Dhe më thonë si limon është edhe si portokall. Po.
Thot në Sahih shënot se pejgamberi sa ka thënë, besimtari që lexon Kur'anin, thot i përngjan qitrës, frutit qitrës. Shijen e ka të mirë, po thot edhe aromën e ka të këndshme. Ai që lexon Kur'an, domethënë është që edhe lëshon aromën një aspekt, apo? Pastaj thot, nga qitraja ka mjaft përfitime. Thot ajo përbëhet nga 4 elemente: lëkura e sipërme, zemra, mrena që është, pjesa e tult, nën lëkura edhe farat. Të gjitha këto i kanë efektet e veta. Thot, secili prej këtyre elementeve ka vetit e vetat. Lëkura për shembull është e nxehtë dhe e thatë, ndërsa tuli është i nxehtë dhe i lagësht. Thot për shembull, thot në anën tjetër, nën lëkura e bardhë është e ftoftë dhe e thatë, ndërsa farat janë të nxehta dhe të thata. Lëkura e qitrës ka shumë dobi, thot. Për shembull, po ta vësh në mes të rrobave, para mendo lëkurën nëse e merr qitrës, e qesish te lëkurë tek rrobat, ajo i mbron rrobat nga myku. Nga myku. Sepse dhe myku e ka një lloj bakterie, aty një lloj mikroorganizmi që e shkakton ato. E kjo nuk e lën mu bë myk tek rroba. Po ashtu aroma e lëkurës e freskon ajrin e ndenjur. Domethënë me një vend, nëse i vendos tazon lëkurën e qitrës, lëshon një lloj arome erë në dhomën tënde. Lëkura e qitrës i jep ushqimit aromë më të këndshme dhe largon erën e rëndë. Autori i kanunit thot që me nën lëkurën e qitrës mund ta kurosh thot kafshimin e gjarpnit. Nëse të hanë gjarpni, merr me njëherë lëkurën e qitrës edhe vendoset te vendi ku të ka hongër, më thonë, gjarpni. Sikurse mund ta përdorësh edhe lëkurën e saj për kompresa e përdor kundër këtij kafshimi, hiri i lëkurës së djegur përdoret si pudër kundër lebrës. Nëse e djeg apo hiri i kësaj përdoret si pudër kundër lebrës, lebroza, pe dini. Shumë bukur. Thot tuli qitrës zbut thot nxehtësinë e stomakut. Tuli ajo pjesa e brendshme, domethënë, jo lëkura, po pjesa e brendshme. Çka po bëj ka është e mirë për lukthin thot. Ndihmon ata që vuajnë nga vneri edhe lufton ovojt e nxehtë. Domethënë aciditetin që e ka, nëse përdor këto, e nal. E mirë, portokalli çka bën? Portokalli e shton. Kush ka probleme me lukth, e shton portokalli. El Gafikiu thot, ngrënia e tulit të qitrës lehtëson gjendjen e hemoroidave. Nëse ki hemoroide, është mirë me hongër që tulin pjesën e brendshme. Ekstrakti nën lëkurë, poshtë lëkurës, thot mbledh barkun, lufton vrerin, thot qetson dridhet e forta, vën në kontroll vjelljet vrerike e kështu me radhë. Që nën lëkura e qitrës është efikase kundra bojës, mund ta provosh duke e vënë atë mbi njollat e bojës në rroba. Dhe do të shohësh që njolla do të zhduket plotësisht. Ja hekin ngjyrën, nëse u ka bo e flisht apo, ja hekin ngjyrën rrobës. Nëse e vendosish do të në lëkurën e qitrës. Farat e qitrës tash. E kuptuam lëkura, nën lëkura dhe çfarë? Dhe ajo pjesa e brendshme, po tash edhe farat. Edhe për fara ka efekte. Farat e qitrës kanë efekt shpërbërës dhe përtharës. Ibn Mesavihu ka thënë, po ta zhveshësh lëvorën e farës, ta zihesh dhe ta pijesh si çaj të ngrohtë. Sa 2 porcione farmaceutike, rreth 25 gram, secila ajo ndihmon kundër helmimeve. Helmimeve vdekje prurëse. Domethënë, është kundër helmimit. Thuhet gjithashtu se farat ndihmojnë edhe kundër thumbimit të akrepit. Nëse akrepit ka hongër, është mirë me i përdorë farat. Thot farat e qitrës ndihmojnë kundër çdo lloj helmi dhe thumbimi. Po ashtu tregohet që një herë një sundues pers. Çka ka bënë një sundues pers? Një histori tregohet që thot ishte zemruar me doktorët e tij. O me di çka i kanë bë, u ka zemru, u ka nervozu. Edhe thot urdhroi që të futeshin në burg. Ishtinin në burg. Edhe thot ai u dha atyre mundësinë të zgjedhnin vetëm një lloj ushqimi. Ju keni drejt që tu me hongër vetëm një lloj ushqimi. Ata thot u pyetën,
Cëllën ushqim pedoni, ata zgjodhen qitrën. Dhe më thonë qëta, që të qitrën e zgjodhen. E pse e pyetën tash, çka o kjo çështje? Pse ti qitrën e kërkuat? Pse e kërkuat ju qitrën? Përse zodhet pikërisht qitrën? Përgjigjja atyre ishte sepse ajo mund të përdoret si parfim për pak kohë, është frut e bukur, lëkura e saj vjen erë e këndshme, tulin mund ta hash si frut, nën lëkurën si ushqim, farat e saj përdoren si antidot, domethënë kundër elmimeve, ndërkohë që ajo përmban edhe yndyrë. Këtë senet i ka. Për atë arsye e lypën këta doktorët qitrën. Më thonë, sjellni qitro dhe mos e ki gale. Pastaj, si pikë e tretë, të parën e trajtuam, apo i thmidin, antimonin, qitroja, e treta është orizi. Pastaj e kemi pishën, plot sen e ko, subhanallah, bari devës, shalqini, hurmat arabe, për çdo sen e ka trajtu Ibn Qayyim el-Jauziyja rahimahullahu ta'ala. Ka dy hadithe trilluara që flasin për orisin, po i transmetojmë këto që nesër nëse dëgjoni, me ditë që janë të rrenjshme këto hadithe, të shpikura. Thot nëse ai do ishte një burr, do të qetë tip i duruar, do të jetë një tip i duruar. Thot rreth orizit. Ndërsa i dyti, çdo gjë që e prodhon toka ka një smundje dhe një ilaç, përveç orizit, i cili është vetëm ilaç dhe nuk ka smundje, ilaç e nuk ka smundje ose efekte anësore, i përmendur këto dy hadithe të rreme që mos mu ndiku muslimanët. Orizi është i nxehtë dhe i thatë dhe përmban nga drithrat me ushqyes pas grurit. Orizi është i dobishëm dhe thot e mbledh barkun dhe e forcon stomakun. Doktorët indian mëtojnë se ajo është ushqim më i dobishëm, po të gatuhet me qumsht lope, që i themi ne tomëlëris apo sutlesh. Domethënë shumë i dobishëm, thot Ibn Qayyim el-Jauziyju. Orizi është plot vlera ushqimore, zhvillon trupin, rrit prodhimin e spermës dhe shkëlqen ngjyrën e lëkurës. Tash e kemi pishën, arz. I dërguari Allahu sallallahu e ka përmendur pishën. Thot ku ka thënë besimtari përngjan thot me çka, me pemën e gjelbërt që e rreh era, herë që ndron drejt i palëkundur, po thot herë përkulet. Ndërsa hipokriti përngjan me pishën thot. Ajo qëndron sa qëndron në këmbë, ku befas e sheh tërësisht të tharë. Më thënë kjo është cilësi e munafikut. Gjethet stikat e pishës janë të nxehta dhe të lagshta, stikat janë ato gjethet, apo ato dhe më thonë gjilpër e gjatë, ajo nalë që është. Thot, ato janë substanca qetësuese dhe maturuese. Stikat janë të vështira për të tretur, por janë të ushqyeshme. Ato rrisin spermën, thot, krijojnë kapslëk, por krijojnë kapslëk, apo e ka një efekt ansor. Pastaj thot, nëse nuk i shoshon me farat e shqegës së hidhur, dhe më thonë, ti e përdor këto për një veti, por në anën tjetër e ka një efekt që shkakton kapslëk. E mirë, kur shkakton kapslëk, duhet me marrë edhe, dhe më thonë, farat e shqegës, po, së hidhur. Dhe më thonë, për me bo një lloj balanci, apo. Bari deves, idhkir, nësa i shënot se pejgamberi sasam, ka thënë për Mekën, mos e prisni bimësinë e saj. Abasi tha përveç barit të deves. O i dërguari i Allahut, sepse ata përdorin shërptorët e tyre, por përdoret edhe për shtëpitë e tyre, atëherë pejgamberi sasam përveç barit të deves. Bari i deves është i nxehtë thot në gradë të dytë dhe të thatë në gradë të parë. Është substancë e lehtë që hap bllokimet dhe rrugët e venave. Është e mirë që kur ka probleme me bllokim të venave, me përdor këtë barin e deves. A i shton urinën dhe rjedhin e menstruacioneve, shkrin gurzit, apo, dhe ulqerat e fortat stomakut, i thati që janë lukth, apo. Pastaj thot, mëlqis dhe veshkave, qoftë nëse përdoret si shurup apo si kompres, kërcejt e barit të deves forcojnë dhëmbët, stomakun, qetësojnë gjendjet e përzierët dhe mbledhin barkut, dhe për fund e kemi shalqinin e Abu Davudit dhe Tirmidhiu, shënojnë se pejgamberi sasam hante shalqin me hurma të pjekura. Ne kur i kemi trajtuar më herët punën e ushqimit, kemi thonë që duhet me bo një lloj balanci, apo një lloj balanci. Dhe Muhamedi sasam e ka bo balancin
Mes çka? Mes të lëngshmës dhe të fatës. Që ka përdor ka hongër shalqin dhe njëkohësisht hurma të pjekura. Thot duke thënë nxehtësia këtyre hurmave as njanson ftohtësinë e këtij shalqinit. Edhe ta bën një balancë, apo për trupin. Që jo që shhajmë na hiç pa karar. Më shoj. Normalisht i kemi smu mos ne. Spekqyrim vetin. Ka plot hadithe që flasin për shalqinin, por asnjëri prej tyre nuk është i sakt. Shalqini është i ftoft, i laksht dhe i ëmbël. Ai shërben edhe si shpërlarës i zorëve dhe i stomakut. Shalqini tretet nga stomaku më shpejt se sa trongujt, kastraveci. Më shpejt tretet. Thot duke u përzier me çdo lloj substance që gjendet në stomak. Shalqini është i dobishëm kur hahet i ngroht. Kur hahet i ngroht, jo i ftoft, që shohimna. Thot ndërsa kur është i ftoft është e mira që ta shoqërosh me zenxhefil. Thot me qëllim që t'i ruesh dëmit të tij. E na ke pa kur ta shtim frezat i ftoft okëll. Dhëm të mpina ja, subhanallah, që i bën trupit mrana ja. Më dhënë qka? E përdorim ftoft, mirë, po njëkohësisht duhet me përdor edhe zenxhefil. Pastaj thot, shalqimi duhet të hahet para ushqimit, jo pas. Krejtë e hajmë mas. Shalqini duhet të hahet përpara ushqimit, për ndryshe ai shkakton të përzjera, barkçitje. Paramno, për para kur ta hajsh ti, masi që ta han, ai lang është. Han edhe ushqim e bën balancin. Ndërsa ku të han ushqim, mastejt nëse han ti bostan, shalqen, atëherë shkakton të përzjera në lukt. Thot, disa doktor thonë që po ta hash shalqinin përpara ushqimit, ai shpërlan stomakon dhe i heq smundjet. Në më thonë, është mirë ta ndrojmë këtë sistem mas pari t'ju qesim miqve apo kushdo që na vjen, që mas pari m'ju qitë bostan m'ju qitë. Si t'i qesish bostan, thot, buk s'pas ka këtu. Si t'i qesish për shembull kafën, fillim m'ja u qitë, thot, kafi është e fundit edhe quhajt dil për jashtë. Deri në takimin e radhës me hurmat arabe, subhaneke Allahumme ve bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik.